Financimi i pjesëshëm nga qeveria i koncertit të Kanye West natyrisht që është një vendim i debatueshëm. Afërmendsh prandaj për të po flitet shumë, për të ka debat shumë e kështu me radhë. Është i debatueshëm, qoftë nga pikpamja politike e morale, ekonomike. Në këtë të fundit, do doja ta thuaja që në qoftë se përfitimi i menjëhershëm i ekonomisë do të jetë qoftë edhe 100 euro më shumë se sa 400 milion lekët e financuara, ekonomikisht është i justifikuar. Patjetër që nga pikpamja politike, morale, vendimarrjes gjithkush ka opinionin e tij, ka kundërshtimet e tij, edhe unë kam kundërshtimet e mia, por në fund fare duhet të themi të vërtetën. Dhe duhet ta themi të vërtetën e plotë. Shumë kush më ka shkruar këtu, më është drejtuar mua, media gjithashtu, gazetarë gjithashtu, edhe këtu poshtë kuvendit, e më kanë pyetur, nëse do ishe ti kryeministër, do të financoje një koncert apo do të financoje shëndetësinë, do të financoje fëmijët, do të financoje barnat onkologjike në spitale? Është momenti të përgjigjem. Shikoni, ky është akti normativ i parafundit. I miratuar vetëm një javë më parë. Në të, afërmend që ka rishikime të shpenzimeve veçanërisht në rritje, referuar edhe të ardhurave të shtuara apo kursimeve të kryera. Tani, shëndetësia përmes këtij akti normativ merr 4.5 miliard lek plus, 47 milion euro plus. Pra mbi buxhetin më të madh që ne kishim për shëndetësinë për vitin 2026 shtohen dhe 45 milion euro të tjerë. Dhe ku shkojnë? 750 milion lek ose 7.7 milion euro për dyfishimin e pagesës për 10.720 fëmijë me aftësi ndryshe. 674 milion lek ose 6.9 milion euro për politikën e njohjes së sigurimeve shoqërore për 14.657 kujdestarë të këtyre fëmijëve. 1.5 miliard lek për mbulimin e barnave onkologjike për shërbimin spitalor në vend. 150 milion lek për rritjen e pagave të 400 mjekëve dhe 1.200 teknikëve të shkencave mjekësore në shërbimet e urgjencës spitalore dhe parësore. Dhe në fund, 700 milion lek për investime për financimin e plotë të nevojave për pajisje spitalore dhe laboratorike. Pra korpusi i shëndetësisë është i plotë. Cili do që zgjedh shëndetësinë si argument për të kundërshtuar koncertin e Kanye West apo financimin e qeverisë, financimin e pjesshëm për koncertin e Kanye West, shëndetësinë duhet ta lërë me njëherë. Afërmend që parat në shëndetësi nuk do mjaftojnë ndonjëherë, ama duhet ta përsëris. Kemi buxhetin më të madh në histori dhe në krahun tjetër në shëndetësi. Kemi buxhetin më të madh për barnat onkologjike dhe këtyre barnave onkologjike ju shtojnë dhe 17 milion euro të tjera. 17 milion euro të tjera për të plotësuar çdo nevojë në këtë sektor. Çfarë ka tjetër akti normativ? Po ka të paktën 7.5 miliard lek, diku ke 77 milion euro për fondin shqiptar punë dhe për mjete logjistike që do t'i shkojnë bashkive. Nuk është pak, apo jo, shifër shumë e madhe për të materializuar si vepra publike në territor dhe si mjete për të vijuar punën, po prap me shërbimin publik dhe me veprat publike, po prap në territor. Natyrisht, ka pastaj element shumë të rëndësishëm të financimit që lidhet me Ministrinë e Ekonomisë, me Ministrinë e Mbrojtjes, për të kapur pikërisht atë nivelin e 2.6% të prodhimit përgjithshëm kombëtar, si detyrim ndaj NATO-s edhe si detyrim për të zhvilluar industrinë tonë ushtarake, ashtu siç ka edhe 200 milion lek, diku ke 2.1-2.2 milion euro, për spakun, rekonstruksionin ambienteve, për pajisje elektronike dhe forcimin e sigurisë kibernetike në atë institucion. Pra,
janë shpenzime të dobishme, të cilat nuk mund të fshihen, apo të bën numra shpejtësie për të justifikuar debatin lidhur me financimin e pjesshëm të koncertit të atij këngëtarit që do këndojë nesër. Të vërtetat duhen thënë të plota. Financimi i pjesshëm nga qeveria i koncertit të Kanye West natyrisht që është një vendim i debatueshëm. Afërmendsh prandaj për të po flitet shumë, për të ka debat shumë e kështu me radhë. Është i debatueshëm, qoftë nga pikpamja politike e morale, ekonomike. Në këtë të fundit, do doja ta thuaja që në qoftë se përfitimi i menjëhershëm i ekonomisë do të jetë qoftë edhe 100 euro më shumë se sa 400 milion lekët e financuara, ekonomikisht është i justifikuar. Patjetër që nga pikpamja politike, morale, vendimarrjes gjithkush ka opinionin e tij, ka kundërshtimet e tij, edhe unë kam kundërshtimet e mia, por në fund fare duhet të themi të vërtetën. Dhe duhet ta themi të vërtetën e plotë. Shumë kush më ka shkruar këtu, më është drejtuar mua, media gjithashtu, gazetarë gjithashtu, edhe këtu poshtë kuvendit, e më kanë pyetur, nëse do ishe ti kryeministër, do të financoje një koncert apo do të financoje shëndetësinë, do të financoje fëmijët, do të financoje barnat onkologjike në spitale? Është momenti të përgjigjem. Shikoni, ky është akti normativ i parafundit. I miratuar vetëm një javë më parë. Në të, afërmend që ka rishikime të shpenzimeve veçanërisht në rritje, referuar edhe të ardhurave të shtuara apo kursimeve të kryera. Tani, shëndetësia përmes këtij akti normativ merr 4.5 miliard lek plus, 47 milion euro plus. Pra mbi buxhetin më të madh që ne kishim për shëndetësinë për vitin 2026 shtohen dhe 45 milion euro të tjerë. Dhe ku shkojnë? 750 milion lek ose 7.7 milion euro për dyfishimin e pagesës për 10.720 fëmijë me aftësi ndryshe. 674 milion lek ose 6.9 milion euro për politikën e njohjes së sigurimeve shoqërore për 14.657 kujdestarë të këtyre fëmijëve. 1.5 miliard lek për mbulimin e barnave onkologjike për shërbimin spitalor në vend. 150 milion lek për rritjen e pagave të 400 mjekëve dhe 1.200 teknikëve të shkencave mjekësore në shërbimet e urgjencës spitalore dhe parësore. Dhe në fund, 700 milion lek për investime për financimin e plotë të nevojave për pajisje spitalore dhe laboratorike. Pra korpusi i shëndetësisë është i plotë. Cili do që zgjedh shëndetësinë si argument për të kundërshtuar koncertin e Kanye West apo financimin e qeverisë, financimin e pjesshëm për koncertin e Kanye West, shëndetësinë duhet ta lërë me një anë. Afërmend që parat në shëndetësi nuk do mjaftojnë ndonjëherë, ama duhet ta përsëris, kemi buxhetin më të madh në histori dhe në krahun tjetër në shëndetësi. Kemi buxhetin më të madh për barnat onkologjike dhe këtyre barnave onkologjike ju shtojnë dhe 17 milion euro të tjera. 17 milion euro të tjera për të plotësuar çdo nevojë në këtë sektor. Çfarë ka tjetër akti normativ? Po ka të paktën 7.5 miliard lek, diku ke 77 milion euro për fondi shqiptar punë dhe për mjetër logjistike që do të shkojnë bashkive. Nuk është pak, apo jo, shifër shumë e madhe për të materializuar si vepra publike në territor dhe si mjete për të vijuar punën, po prap me shërbimin publik dhe me veprat publike, po prap në territor. Natyrisht, ka pastaj element
shumë të rëndësishëm të financimit që lidhet me Ministrinë e Ekonomisë, me Ministrinë e Mbrojtjes, për të kapur pikërisht atë nivelin e 2.6% të prodhimit përgjithshëm kombëtar, si detyrim ndaj NATO-s edhe si detyrim për të zhvilluar industrinë tonë ushtarake, ashtu siç ka edhe 200 milion lekë, diku ke 2.1-2.2 milion euro, për spakun, rekonstruksionin e ambienteve, për pajisje elektronike dhe forcimin e sigurisë kibernetike në atë institucion. Pra, janë shpenzime të dobishme, të cilat nuk mund të fshihen, apo të bën numra shpejtësie për të justifikuar debatin lidhur me financimin e pjesshëm të koncertit të atij këngëtarit që do këndojë nesër. Të vërtetat duhen thënë të plota.